nderuar kryetari i komunës, zotri Bexhe Gjeladini, e nderuar kryesuese e konventit, zonja Arjeta Skeraj, të dashur fëmijë, të nderuar prindër, mësimdhënës dhe përfaqësues të institucioneve komunale të Policisë së Kosovës, dhe të gjithë ju të pranishëm. Mirë se vini në programin festiv të organizuar me rastin e 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Sot jemi mbledhur për të festuar së bashku me të dashurit tanë fëmijët, të cilët janë drita, gëzimi dhe ardhmja e shoqërisë sonë. Ky aktivitet organizohet nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport dhe Drejtoria Komunale e Arsimit në bashkëpunim me Shkollën Fillore Feta Sulejmani dhe Qendrën Rinore Avoko, si dhe pjesëmarrjen e veçantë të Policisë së Kosovës. Për një fjalë përshëndetëse, kam nderin të ftoj kryetarin e komunës, zotri Bexhe Gjeladini, ta marrë fjalën. Ky organizim është bërë për nder të fëmijëve, andaj kam nderin dhe respektin se spari të përshëndes gjithë fëmijët të cilët janë këtu, të dashur fëmijë, mirë se keni ardhur në këtë manifestim. Të nderuara kryesuese e kuvendit, Rita Skeraj, nderuar kryetar i komunës Ersul Fetau, të nderuar drejtori i arsimit Zeni Krasniqi, nderuara drejtoresha e kulturës Lildona Sinaj, nderuar shefi i kabinetit, nderuar përfaqësues të policisë, nderuar dhe shumë i respektuar kryetari i OVL Çekës, zotri Emrin Nishati, të nderuar edhe përfaqësues i OJC Avoko, i cili është edhe një bashkëpjesëmarrës i këtij organizimi, të nderuar veteran të arsimit, të nderuar mësues, të nderuar prindër, i nderuar drejtor i shkollës fillore, faleminderit për ftesën edhe të falenderoj për organizimin e takimit me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Sot, me 1 qershor, jemi mbledhur për të kemtuar ditën më të bukur dhe më të gëzueshme të vitit, ditën e fëmijëve. Kjo ditë nuk është thjesht një festë, por një kujtesë e madhe për të gjithë ne fëmijët. Ne fëmijët janë pasuria më e çmuar që ka një shoqëri. Të dashur nxënës, të dashur fëmijë. Ju jeni drita e së ardhmës sonë. Në çdo buzëqeshje tuaj ne shohim shpresë. Drita jonë, detyra jonë si prindër, mësimdhënës, por edhe si udhëheqës komunale, është që t'ju japim mundësi më të mira për të mësuar, për të jetuar të sigurt dhe për të ndjekur ëndrat tuaja. Komuna Dragashit është e përkushtuar që të krijojë një mjedis gjithëni më të mirë për ju, qoftë përmes përmirësimit të shkollave, krijimit të hapësirave për lojë dhe rekreacion, apo mbështetjes për aktivitete arsimore, kulturore dhe sportive. Të nderuar prindër, të nderuar mësues, të nderuar dhe shumë të respektuar fëmijë. Faleminderit për përkushtimin tuaj të përditshëm për edukimin dhe mbrojtjen e fëmijëve tanë. Pa ju, asnjë zhvillim nuk do të ishte i mundur. Fëmijët e dashur, gëzohuni sot, aktohuni, ndroni pa kufi dhe mos harroni kurrë se ju jeni e ardhmja e komunës së Dragashit dhe e ardhmja e Kosovës. Gëzuar 1 qershorin, ju faleminderit. Faleminderit kryetar. Në vazhdim kemi fjalët përshëndetëse nga Drejtoresha për Kulturë, Rini dhe Sport, drejtori i Drejtorisë së Arsimit, drejtori i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët Feta Sulejmani. Të dashur fëmijë, prindër, mësimdhënës dhe ju qytetarë të komunës sonë. I nderuar kryetari i komunës zoti Bexhe Gjeladini, i nderuar kryesuese e kuvendit zonja Arjeta Skeraj, të nderuar të pranishëm dhe gjithë ju mysafirë. Gëzuar ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Sot ne festojmë gëzimin, pafajësinë dhe më të çmueshme në familji. Është një ditë që na shërben për të njohur rëndësinë e kujdesit dhe mbrojtjes së fëmijëve tanë, duke siguruar që ata të kenë një qasje në edukim dhe kujdes shëndetësor për të krijuar mundësi që ata të lullëzojnë. Ne të bashkohemi për të çmuar dhe mbështetur të veçlit tanë dhe për të punuar për krijime dhe për të ardhmen më të ndritur për ta.
Si drejtoreshe kulturës, rinisë dhe sportit, kam ardhur të falenderoj secilin për jush fëmijë, që na mësoni çdo ditë si të qeshim me lehtë dhe si të besojmë më shumë. Kjo komunë ka nevojë për buzëqeshjen tuaj më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe ne të rriturit kemi detyrë jo vetëm që t'ju mbrojmë, por edhe t'ju dëgjojmë. T'ju japim mundësinë që të rriteni në një ambient që një ëndrat e vogla, si dhe themelet e një të ardhme të madhe. Organizimi i kësaj dite në përkushtim të madh nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e Drejtorisë Komunale të Arsimit, Shkollës Fillore Feta Sulejmanit dhe organizatës qeveritare Avoko, si dhe një bashkëpunim të shkëlqyer ndërmjet Policisë Republikës së Kosovës dhe Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport. Le ta bëjmë Dragashi një vend ku çdo fëmijë të ndjetë i lirë të krijojë, të luajë, të ëndrojë, pa frikë, pa pengesë dhe me gjithë dashurinë që meriton. Urimeni qershorin fëmijë. Faleminderit të nderuar. Në vazhdim, përfaqësuesit e Policisë së Kosovës do të shpërndajnë dhurata për fëmijët. Të nderuar fëmijë, nderuar kryetari i komunës Zotri Bexhet Xheladini me kabinetin, nderuar në kryetari i komunës Resul Fetau, nderuara kryesuesa e Asamblesë Komunale Zone Arjeta Skeraj, të nderuar drejtori i shkollës Florim Qengaj, të dashur mësimdhënës, të nderuar prindër, i nderuar kryesuesi Jove Leu Çekës, i nderuar përfaqësues nga organizata qeveritare Avoko, përfaqësues nga Policia e Kosovës dhe ju të pranishëm. Sot gjithë fëmijët gëzojnë festën e tyre 1 qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Më shumë se çdo ditë tjetër, fëmijët tanë kërkojnë vëmendjen tonë të prindërve dhe të shtetit. Përveç festimeve, kjo ditë njihet për sensibilizimin, për t'i thënë jo dhunës, bullizmit dhe abuzimeve të tjera ndaj fëmijëve. Prandaj, unë kam nderin e veçantë që në emrin tim personal t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në organizimin më të rëndësishëm për fëmijët tanë. Po ashtu, unë shfrytëzoj këtë rast ta inkurajoj veten dhe të gjithë juve që zëri i fëmijëve të dëgjohet, të respektohen të drejtat e tyre, sepse ata janë e ardhmja jonë. Unë jam i bindur se kryetari i komunës, institucionet tona, shkolla, prindërit dhe të gjithë së bashku do të angazhohemi për të rritur vetdijen tonë publike që avancimi, mirëqenia dhe drejtat e fëmijëve të jenë prioriteti ynë. Të nderuar të pranishëm, është obligimi joni që të punojmë të gjithë së bashku për ndërtimin e vlerave të ngritjes së cilësisë së edukimit të fëmijëve tonë në mënyrë të barabartë, pa asnjë dallim, sepse duke respektuar të drejtat e fëmijëve, duke i trajtuar si të barabartë, forcojmë rrënjët e shoqërisë tonë. Pa dashur zgjatëm më shumë, edhe një herë gjithë fëmijëve, prindërve dhe mësimdhënësve i uroj gëzuar 1 qershorin, ditën me më të dashurve tonë. Faleminderit. Të dashur fëmijë, prindër dhe kolegë, i nderuar kryetari i komunës Zotri Bexhet Xheladini, i nderuar kryesuese e kuvendit Zonja Arjeta Çafleqi Skeraj, i nderuar kryetari i komunës, shefi i kabinetit, i nderuar dhe respektuar drejtoreshe kulturës, stafi drejtorisë së arsimit, drejtori i arsimit dhe shumë respektuara Policia e Kosovës, përfaqësuesit veteranëve të luftës dhe ju të tjerë. Dita e ndërkombëtarëve të fëmijëve një ditë që na kujton se sa të vlefshëm janë fëmijët për botën. Të dashur nxënës, ju jeni drita së ardhme, si thoshte edhe Nelson Mandela, nuk ka pasuri më të madhe në një kombë se sa fëmijët e tij të edukuar mirë. Ne jemi kënaqur që jemi pjesë të rritjes dhe edukimit tuaj. Çdo ditë, të gjithë së bashku, le të kujdesemi që çdo fëmijë të rritet me dashuri, dinitet dhe mundësi për të ndërtuar ëndrat e veta. Gëzuar 1 qershorin. Qoftë kjo ditë një festë e gëzimit dhe shpresës për të gjithë fëmijët. Faleminderit të nderuar. Në vazhdim, përfaqësuesit e Policisë së Kosovës do të shpërndajnë dhurata për fëmijët.
Faleminderit të nderuar. Në vazhdim, tani ju ftojmë të shihoni programin artistik të përgatitur nga nxënësit e shkollës Feta Sulejmani, në bashkëpunim me Qendrën Rinore Avoko. Gjatë programit do të kemi këngë, valle, recitime dhe shumë emocione të bukura që vijnë nga zemrat e fëmijëve.
Një zog një pëllon e shikojnë, duam krasi ata të fluturojnë, zemra jon të kjeta. Yurttaşın hepsi aynı yaşta mı? Yeri görüyor. Gıdımızı çıkıyor. Unë jam Kita. Unë jam Vanessa. Unë jam Sufion. Unë jam Art. Unë jam Feroza. Unë jam Reisha.
Unesi. Unë jam Egifi. Unë jam Sema. Unë jam Unesi. Unë jam Anuela. Unë jam Aksa. Unë jam Erisi. Kjo është shoqja ime Vanessa. Kjo është shoku im Sufjan. Kjo është shoqja ime Orn. Kjo është shoqja ime Feroza. Kjo është shoku im Idesi. Kjo është shoqja ime Eli. Kjo është shoqja ime Shama. Kjo është shoqja ime Ones. Kjo është shoku im Nes. Kjo është shoqja ime Aksa. Kjo është shoku im Unesi. Kjo është shoku im Erisi. Ta Shori, kam të drejtë, kam një emër, pse të gjithë e kanë një. Kam të drejtë që të luaj, të rritën e mos të vuaj. Të them asë që mendoj, ndryshe si mund të jetoj. Që të kam prindrit e mi, të kam edhe një shtëpi. Të kam shumë të drejta, të rriturit një zëjnë e konventa. Çok zor geliyor. Haziran. Dünya çocuk gerçek doğru ya.
Normalde Türkiye'de ayrı. Terörist çocuk valla. Öğretmen her gün bize anlatmak için elinden geleni yapıyor. Dörsem mi diyor, vursam mı diyorsun. Aldım video serisini attım canım. Të nderuar të pranishëm, ju falenderojmë të gjithëve për pjesëmarrjen dhe mbështetjen. Urime një qeshori të gjithë fëmijëve, qofshi gjithmonë të lumtur, të shëndetshëm dhe të rrethuar me dashuri.